13 vite, 4 mandate, qindra akuza. Sekreti i pathyeshmërisë së Edi Ramës. Edvin Kristaq Rama lindi në Tiranë më 4 korrik 1964. Djali i skulptorit Kristaq Rama. U diplomua në pikturë në Institutin e Arteve dhe u bë pedagog atje. Ndërsa në rinin e tij luajti edhe basketboll në kombëtare. Në vitet e lëvizjes studentore kundër diktaturës u bë zë kritik në shtyp, kaloi shkurtimisht te Partia Demokratike, prej së cilës u largua për mos pajtime me Sali Berishën, dhe në 1997 u sulmua brutalisht në Tiranë. Në 1994 u largua drejt Francës për artin, derisa në 1998, gjatë varimit të atit, Fatos Nano i ofroi postin e ministrit të kulturës. Në 2000 u zgjodh kryetar Bashkia e Tiranës, i njohur për shembjen e ndërtimeve pa leje dhe ngjyrosjen e fasadave, dhe qëndroi në atë post deri në 2011, kur humbi ndaj Lulzim Bashës me vetëm 81 vota. Në 2005 ishte bërë kryetar i Partisë Socialiste, dhe në 2013 fitoi zgjedhjet duke u bërë kryeministër, post që mban prej 4 mandatesh radhazi 2013, 2017, 2021, 2025, rekordi pa arritur më parë në Shqipëri. Lidhja e parë dokumentuar mes Edi Ramës dhe Gheorghe Sorosit daton në vitin 2000, kur si kryetar i ri i Bashkisë së Tiranës, Rama i dha miliarderit titullin qytetar nderi të kryeqytetit. Marrëdhënia u thellua në vitet në vazhdim. Në 2005, kur Rama mori drejtimin e Partisë Socialiste, disa figura të afërta me fondacionin Shoqëria e Hapur të Sorosit u ngjitën në poste të larta brenda PS-s. Në shtator 2013, vetëm muaj pasi u bë kryeministër, Rama ishte i ftuar special në dasmën e tretë të Sorosit në Bedford, New York, mes rreth 500 mysafirëve. A fshihet Sorosi pas Ramës? Kjo mbetet çështje debati, jo fakti vërtetuar. Opozita, e kryesuar nga Sali Berisha, e ka pretenduar prej vitesh se reforma në drejtësi u hartua nga qarqe të lidhura me Sorosin për të kapur sistemin gjyqësor në shërbim të Ramës, dhe organizata si Judicial Aq në SHB kanë ngritur akuza të ngjashme. Nga ana tjetër, institucione si EAS Test Management Institute kanë dalë publikisht duke i hedhur poshtë pretendimet për financim direkt nga Soros për reformën, ndërsa vetë Rama e ka mohuar çdo varësi apo kontroll të huaj mbi qeverisjen e tij. Ajo që dihet me siguri është afria personale mes tyre. Ajo që mbetet e pavërtetuar dhe e kontestuar është shkalla e ndikimit real që Sorosi ka pasur mbi vendimarrjen shqiptare. Marrëdhënia me Sali Berishën ka qenë një nga akset qendrore të karrierës së tij, nga mospajtimi ideologjik i viteve 90 e deri te përballja e sotme si kryeministër kundër liderit të opozitës. Berisha e ka akuzuar vazhdimisht Ramën për kapje shteti dhe drejtësi të politizuar, ndërsa qeveria e Ramës, përmes Spakut, ka çuar në gjyq vetë Berishën për korrupsion në aferën Partizani, akuza që ish kryeministri ka konsideruar hakmarrje politike. Rama është akuzuar shpesh edhe për lidhje të ngushta me Gheorghe Soros. Ka qenë i ftuar special në dasmën e tij në 2013. E ka shpallur qytetar nderit të Tiranës, dhe figura të afërta me fondacionin Shoqëria e Hapur kanë zënë poste të larta në Partinë Socialiste. Opozita dhe media pro Berisha e kanë përdorur këtë afri për të pretenduar se reforma në drejtësi u projektua nga qarqe të huaja në shërbim të Ramës, ndërsa institucione si EAS Test Management Institute i kanë hedhur poshtë publikisht pretendimet për financim të drejt për drejt nga Soros. Krahas kësaj, akuzat për korrupsion e kanë ndjekur pothuajse çdo mandat. Nga skandale me ministra e bashkëpunëtor të afërt, tek revolucioni i flamingove i 2025-2026 së kundër projekti turistik të lidhur me Jared Kushner, ku protestuesit e quajtën kumbar dhe kërkuan dorëheqjen e tij. Rama i ka mohuar vazhdimisht akuzat, duke argumentuar se rritja e hetimeve tregon forcim të drejtësisë e jo thellim të korrupsionit, ndërsa kritikët, përfshirë media si Der Spiegel, vazhdojnë ta shohin vendin si të kapur nga interesa të ngushta rreth pushtetit.